Quhem Ardit Sokolaj, jam shqiptar, lindur dhe rritur në Tiranë. Dhe deri në moshën 40 vjeçare gjithçka në jetën time kishte qenë thjesht dhe drejt si një vije bardhë në rrugë. Sporti ka qenë fryma ime, lëvizja arsyeja pse çohesha nga krevati çdo mëngjes. Ushqimi i pastër filozofia ime e jetës. Ndihesha i pathyeshëm. Njerëzit më thonin: "More Ardit, ti do jetosh 100 vjeç, mos e ki merak." Dhe unë qeshja. Jo se e besoja, por sepse kisha bindjen se shëndeti ishte diçka që e meritoje, që e fitoje me disiplinë. Kur se kisha menduar se ekzistonin stuhit e jetës që të gjenin edhe në mes të qiellit të kthjellët. Në moshën 40 vjeçare, jeta ime ndryshoi brenda një mesdite të vetme, në një dhomë të ftohtë spitali, ku aroma e klorit më zuri frymën para se të më zinte lajmi. Isha trajner personal prej më shumë se një dekade. Kisha ndërtuar një reputacion të mirë, njerëzit besonin te unë, dhe unë u jepja gjithçka kisha. Nuk kisha luksin e jetës së çmendur. Thjesht një jetë të shëndetshme e të disiplinuar. Çdo mëngjes, para se qyteti të zgjohej, unë vrapoja rreth liçenit. Ndonjëherë vetëm, ndonjëherë me klientët e mi më të përkushtuar. Në shtëpi më priste bashkëshortja ime, Arbela, një grua e qetë, e butë dhe e palodhur. Ne nuk kishim fëmijë, jo nga pafati, por nga zgjedhja. Të dy jetonim me ritme të çmendura pune dhe kishim vendosur t'i përkushtoheshim vetes, udhëtimeve, lirisë. Ndoshta dikur do të kishim menduar për fëmijë, por nuk na kishte ardhur koha. Gjithçka ndryshoi kur fillova të ndjeja një lodhje të çuditshme. Jo atë lodhjen e zakonshme që e ndjen kur stërvitesh shumë. Kjo ishte e tharë, e brendshme, sikur dikush më thithte energji nga trupi. Filloi me dhimbje të lehta stomaku, pastaj me oreks të humbur, pastaj me ndjesinë se diçka nuk shkonte. Arbela më thoshte: "Ardit, mos je lodhur shumë. Çfarë ke këto ditë?" Dhe unë i përgjigjesha me buzëqeshje: "Kalon, moj zemër, s'është asgjë." Por nuk kaloi. Një mëngjes, ndërsa po bëja stretching para se të hapja palestërën, ndjeva një dhembje aq të fortë në bark, sa u përkula dhe rash në dysheme. Nuk më kishte ndodhur kurrë. Unë ngrita. E provova sërish. Dhimbja më goditi si thi. Po atë ditë shkova te mjeku. E mbaj mend shumë mirë, sikur e kam para syve. Dritarja e vogël, një tenxhere me lule të vyshkura dhe mjeku, dëri i liri, një burr në të 50-tat, me flokë të thinjura dhe sy të butë. Ai më kërkoi disa analiza të hollësishme. Pas 2 ditësh më thirrën për përgjigjet. Kur hyra në zyrë, ai nuk foli për disa sekonda. Pastaj uli syzet, më pa drejt e më tha: "Ardit, ke një mas në zorën e trash. Analizat e qelizave tregojnë se është malinje." Ndjeva sikur dikush hapi një derë të zezë përpara meje. Toka më iku poshtë këmbëve. Isha njeri i fortë fizikisht, por atë moment më iku forca nga duart, nga këmbët, nga fytyra. E ndjeva. Kancer. E pyeta me zë të mpakur. Ai lëvizi kokën ngadalë. Po. Ato 2 shkronja më prishën gjithë jetën. Ecja në rrugë dhe shikoja njerëzit sikur vinin nga një botë tjetër. Të qeshur, të zënë me punët e tyre, duke ecur shpejt. Dhe unë, një burr 40 vjeçar që rinte në mes të bulevardit dhe nuk dinte ku të shkonte, me një dënim në xhep. Kur mbërrita në shtëpi, Arbela ishte duke gatuar. Aroma e qepëve të skuqura u përhap në ajër. Ajo më shikoi dhe buzëqeshi. Erdhe shpejt sot. Unë u ula në karrige. Nuk e mbaj mend si thash fjalët. Nuk e mbaj mend as fytyrën time. Mbaj mend vetëm të sajen. Sy që u zgjeruan, pastaj u mbushën me lot. Pastaj ajo ngriti duar dhe më përqafoi fort sikur të mos donte të më linte të ikja. "Doja dalim, Ardit. Doja dalim. Do luftojmë." Dhe ajo besonte. E shihja në sytë e saj. E besonte me tërë qenjen e saj. Unë, jo. Të paktën jo atë ditë. Pas konsultave të tjera, mjekët vendosën që operimi ishte i domosdoshëm. Nuk kishte alternativa. Masa ishte rrezikshme dhe duhej hequr. Operacioni u caktua pas 3 javësh. Ato 3 javë ishin më të vështirat e jetës sime. Nuk flija. Nuk haja. Nuk mund të stërvitesha. Trupi im që kishte qenë gjithmonë armiku i lodhjes, tani po tradhtonte çdo ditë. Netëve rria në balkon dhe shikoja dritat e qytetit. Dëgjoja makinat, njerëzit që kalonin në rrugë, cicërimat e natës. Dhe pyesja veten, po sikur të jetë kjo, po sikur këto ditë të jenë të fundit. Por pati një moment që më ndryshoi mendjen. Një natë vonë te liçeni, pash një burr të moshuar që vraponte ngadalë. I dobët me flokë të bardhë dhe shpatulla të thërmuara.
A i ndaloi, ula fërmeje, nxori një shishe ujë dhe më tha: "Duket sikur ke shumë në mendje." Nuk e di pse i folja. I thash gjithçka, pa e njohur fare. A i dëgjoi dhe pastaj qeshi but. "Djalosh, un kam kaluar kancer 2 herë. Jam 72 vjeç sot. Të më falësh, por ke fytyrë njeriu që lufton. Jo njeriu që dorëzohet. Kështu që mos mendo shumë. Bëj atë që të thon mjekët. Pjesën tjetër ja lë Zoti dhe vetes tënde." Ajo natë më dha një forcë të çuditshme. Sapo u ktheva në shtëpi, i thash Arbeles: "Do luftoj. Për ty. Për veten. Për çdo njeri që beson tek unë." Ajo qeshi dhe më përqafoi. Ishte hera e parë që ndihesha burr përsëri pas diagnostikimit. Spitali kishte një aromë të përzier klori, lulesh plastike dhe frike. Shumë frike. Kur më shtrin në krevatin e bardhë të operacionit, e ndjeva zemrën sikur do të më dilte nga kraharori. Arbela më shtrëngoi dorën. "Të dua, Ardit. Kur të hapësh syt, unë do jem këtu." Dhe unë i thash: "Nëse të hap syt, do bëj gjithçka për të jetuar ndryshe. Për të jetuar më mirë. Për të jetuar plotësisht." Infermierja më vendosi maskën e oksigjenit. Gjithçka u mjegullua. Dhe pastaj errësirë totale. Kur hapa syt, ishte një dritë e bardhë në tavan. Ndjeva se dikush më mbante dorën. "Arbela." Fytyra e saj ishte e lodhur, sytë të skuqur, por buzëqeshte. "E ke kaluar. Doktorët thonë se operacioni shkoi mirë. Kanë hequr gjithçka. Tani na pret rruga tjetër, por ke kaluar pjesën më të vështirë." Unë doja të flisja, por nuk mundja. E vetmja gjë që bëra ishte të qaja. Nuk kisha qarë kur si burri i rritur. Atë ditë qava. Nuk nga dobësia, por nga falenderimi. Nga jeta. Nga dashuria. Nga frika që mu hoq nga shpatullat. Operacioni ishte vetëm fillimi. Kisha përpara kimioterapi. Fjalë që nuk e kisha imagjinuar kur se do ta dëgjoja për veten. Unë, Ardit Sokolaj, njeriu i palestrës, i dietave, i hekurave. Tani do futesha në një dhomë të vogël ku njerëzit luftonin me burime të fundit kundër një armiku të padukshëm. Kimioterapia më la pa flok, pa fuqi, pa buzëqeshje. Ka ditë që zgjohesh dhe nuk e di nëse do qohesh nga krevati. Ka ditë që e ureve trupin tënd. Ka ditë që pyet veten, a ja vlen kjo? Por unë kisha 2 gjëra që më shpëtuan. Arbelen. Dhe vrapimet e mia të imagjinuara në kokë. Kur nuk mund të vrapoja fizikisht, imagjinoja veten duke vrapuar rreth liçenit. Të freskëtin e ajrit, pikëllimin e muskujve, djersën që më rrite në fytyrë. Kur trupi nuk më binte, mendja më mbante gjallë. Arbela më gatuante ushqime të buta, më lexonte libra, më mbante dorën netëve kur nuk flija. Shpesh më thoshte: "Ti je luftëtar. Trupi s'mund të tradhtojë. Se ti nuk i dorëzohesh jetës." Dhe ajo më ktheu në jetë sa herë që unë se shihja do dritën. 8. Fundi i pjesës së parë, porta drejt ringritjes. Pas muajsh kimioterapie, pas 10 analizash, pas qindra netësh pa gjumë, erdhi dita e analizës së madhe. Dita që vendos nëse do vazhdosh të jetosh me shpresë apo me frikë. E mbaja dorën e Arbeles fort, sa ndoshta e dëmtoja. Mjeku hyri me një dosje në dorë. Sytë e tij nuk më dukej se sillnin lajm të keq, por unë zguxoja të besoja. Ai u ul dhe tha: "Ardit, për momentin nuk ka asnjë shenjë rikthimi. Analizat janë të pastra. Ke bërë një luftë të jashtëzakonshme. Tani duhet vetëm kontrolli i rregullt." Unë nxora një pshertim që e kisha mbajtur mbyllur me muaj. Unë ngrita. E përqafova Arbelen. Qava. Qeshi. Qava prap. Por diçka brenda meje e dinte. Kjo nuk ishte fundi i historisë. Kjo ishte fillimi i njeriu të ri. Kanceri ishte larguar, të paktën sipas analizave. Por ajo që askush nuk të thotë është se lufta nuk mbaron me fjalën i pastër. Lufta vazhdon brenda teje. Vizitat, frika e rikthimit, çdo dhimbje e vogël që të tremb. E vërteta është se pas betejës së madhe, fillon betejë e heshtur, ajo që e përjeton vetëm ti në mendjen tënde. Unë isha 41 vjeç, trupin e kisha të lodhur, flokët më kishin nisur të rriteshin si bari brisht pas dimrit. Muskujt ishin tretur, fytyra më ishte fishkur, por syt më ishin bërë më të fortë. Tani shikoja ndryshe, e çmoja frymën, të jetuarit, edhe zhurmën e qytetit, por rikthimi në normalitet ishte një rrugë gjatë, e ngadalë, e ngjitje shumë më të vështirë se ajo që kisha imagjinuar. Një dita e parë në palestër. Një mëngjes, pas gati një viti mungesë, unë ngrita herët.
Eca drejt liçenit, pastaj drejt palestrës si me të vogël që e kisha hapur vite më parë. Prej muajsh e kishte drejtuar një nga djemt e mi më besnik, Lisi. Ai e kishte mbajtur gjallë. E kisha falenderuar shumë herë. Por ai më thoshte gjithmonë: "Shef, palestra pa ty është si pa zemër. Ti je fryma e saj." Kur hyra aty, mu mbushën syt me lot. Ushtrimet, pajisjet, posterat motivuese, zhurma e muzikës, gjithçka më dukej sikur ishte mbuluar nga pluhuri i kohës. Por sytë mi shihnin si të reja. Lisi doli nga zyra. "O shef, sytë ju mbushën me ujë. Je kthyer." "Jam kthyer," i thash. "Nuk isha." "Jo ende, por do kthehesha." Në ditën e parë provova të ngreja 5 kg pesh. Asgjë për dikë që para sëmundjes ngrinte 60-80 kg pa problem. Por krahu dridhej, fryma më shkurtohej, dhe duart më kërcëllonin. Pas 5 minutash ndalova. U ula në stol dhe shikoja pasqyrën përballë. Nuk njoha veten. Isha një gjysmë konturi i asaj që isha dikur. Mu duk sikur në pasqyrë shfaqej një pyetje të cilës nuk i shpëtova dot. "Ardit, do mundesh sërish? Apo je bërë një tjetër njeri?" Por nga diku thellë, një zë më thoshte: "Edhe një hap, vetëm një." Dhe ashtu bëra. 2 Rikthimi i frikës që të ndjek si hije. Edhe pse analizat ishin të pastra, çdo javë ndihesha i sëmur në mendje. Ndonjëherë zgjohesha natën, prekja barkun, shikoja në pasqyrë sy që kërkonin shenja. Mjekët thonë se ankthi pas kancerit është i zakonshëm. Por nuk është i zakonshëm. Është si të jetosh me një orë bombe që nuk e di nëse do shpërtheja apo jo. Një ditë, teksa po vrapoja ngadalë te liçeni, kraharori më shtrëngohej. U ndala dhe u ul në një stol. Fryma më iku. Më kaploi paniku. E dija që s'ishte kancer, por truri im nuk më besonte. E vetmja gjë që bëra ishte të telefonoja Arbelen. Ajo erdhi me vrap. Ul pranë meje, më mori dorën dhe më tha: "Si e vetëm? Po të mbahet fryma. Qetësohu. Je këtu me mua." U mbështeta në supin e saj. Të dy rinim aty pa folur. Kishte diçka tek Arbela që më shëronte më shumë se çdo mjekim. 3. Momenti që na ndryshoi martesën. Në gjithë këtë kohë, më duket se sëmundja bëri diçka që s'do e kisha imagjinuar. Më afroi më shumë me Arbelen. Ne kishim qenë mirë gjithmonë, por shumë të zënë. Ajo flinte vonë, unë zgjohesha herët. Unë punoja me orë të gjata, ajo kishte biznesin e saj të vogël me lule. Jetonim me ritëm të lodhshëm. Por gjatë sëmundjes ajo ishte aty çdo ditë, çdo orë. Më pa në momentet më të dobëta, që burrat zakonisht nuk duan të tregojnë. Një natë, pas 2 vitesh luftë, ishim përballë njëri tjetrit në tavolinën e kuzhinës. Ajo po pastrohej dhe unë po e shikoja. I thash: "Po të mos ishe ti, nuk do isha këtu." Ajo qeshi lehtë. "Mos e thuaj këtë. Ti e luftove vetë." Unë tundja kokën. "Jo, ti më dhe arsye. Jo forcë, por arsye." Ajo ul përballë meje dhe më tha fjale që nuk do i haroj kur. "Ardit, më ke më shumë tani se kur. Por të lutem, mos më premto që s'do sëmuresh. Premtimi i vetëm që dua është të mos heqësh dorë prej vetes kur." Atë moment e kuptova se dashuria e vërtet nuk është tek puthjet e bukura, as tek ditët e lumtura. Është tek mbështetja kur çdo gjë tjetër prishet. 4 Viti i parë i rikthimit. Në vitin e parë pas analizës së mirë, unë u përpoqa të rikthehesha gradualisht në jetën time të vjetër. Por e vërteta është se ajo jetë nuk më bënte më. Nuk isha më i njëjti njeri. Dikur punoja nga mëngjesi në darkë, trajnoja njerëz njëri pas tjetrit, vrapoja, ngrija pesha, jetoja me ritëm të çmendur. Tani e shihja jetën në ngjyrë tjetër. Doja të ngadalsoja. Doja të merrja frym. Të shijoja kafen në tarac. Të ecja ngadalë. Të rija me Arbelën pa e parë orën. Dhe diçka tjetër ndodhi. Filluan të vinin shumë njerëz tek unë, jo për të bërë palestër, por për të këshilluar. Disa kishin humbur dik nga sëmundja. Disa kishin ankth. Disa kishin frikë nga jeta. Tani më shihnin si dik që kishte kaluar ferin dhe kishte dalë gjallë. Dhe më pyesnin: "Si ja dole?" Nga fillimi përgjigjesha në mënyrë të thjeshtë. Por sa më shumë flisja, më shumë kuptoja se historia ime mund të shërbente për dikë tjetër. Mund të ndryshonte një jetë tjetër. Kështu hap pas hapi, fillova të shkruaja. Fillova të flisja për përvojën time në seminare të vogla. Ndjeva se po merrja një rol tjetër në jetë, atë të njeriu që motivon jo me muskuj, por me shpirt. 5 Ftesa që më ndryshoi drejtimin.
Një ditë më mori në telefon Agimi, një mik i vjetër që punonte në një organizatë që merrej me mbështetjen e pacientëve me kancer. Ardit, po organizojmë një konferencë të madhe. Duam të tregosh historinë tënde. Do flasësh për përvojën, frikën, luftën, ringritjen. Njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë nga dikush që ka kaluar aty. Mundesh? E mbaj mend veten duke qëndruar para dritares, duke parë qytetin nën shi. U mendova pak dhe thash, po, mundem. Ishte hera e parë që do flisja publikisht për gjithçka. Nuk ishte e lehtë. Në natën para konferencës, më pushtoi paniku. Më dukej sikur çdo fjalë do më nxirrte në pahdobësi. Më dukej sikur do rikthehesha në dhimbjet e vjetra. Në atë dhomë spitali, në atë shtrat, por kur dola në podium dhe pash dhjetëra fytyra, njerëz që prisnin të dëgjonin diçka që t'u jepte shpresë, diçka u zgjua brenda meje. Fillova të flisja. Në fillim me zë të ulët, pastaj me më shumë siguri. Folja për dhimbjen, për frikën, për natën të liçeni, për operacionin, për momentet kur nuk doja të ngrihesha nga krevati. Folja për arbelën, për shpresën, për vrapimet që bëja vetëm në mendje. Dhe kur mbarova, duartrokitjet nuk ishin të zakonshme. Ishin të njerëzve që kishin parë veten tek unë. Ajo ditë më tregoi se jeta ime kishte marrë drejtim tjetër. Nuk isha më thjesht trajner, as thjesht i mbjetuar. Isha një dritë për dikë tjetër. 6. Shpërthimi që nuk e prisja. Një pasdite, ndërsa po bëja stërvitje të lehtë në palestër, ndjeva një shqetësim në anën e majtë të barkut. Ishte një pickim i vogël, por i njohur. E njëjta ndjesi që kisha para diagnostikimit. Mu ngrit zemra në fyt. Pash duar që më dridheshin. U ula në tokë, mbylla syt dhe frymarrja mu rëndua. Frika e madhe ishte rikthyer. Lisi më pa nga larg dhe erdhi me vrap. Shef, je mirë. Më ka kapur sërish ajo ndjesia, i thash. Ai u ul dhe më vendosi dorën në shpatull. Shko te mjeku. Bëj analizë. Nuk të le askush të rish me këtë ankth. Atë pasdite shkova në spital. Analiza. Tomografi. Pritje. Ato orë më dukeshin si kthim në fer. Kur mjeku hyri me përgjigjen, zëri mu drodh. Doktor është rikthyer. Ai buzëqeshi i qetë. Jo, Ardit, nuk është rikthim. Është një inflamacion i thjesht, ndoshta nga stërvitja ose nga një ushqim. Analizat janë të pastra. Mu drodhën këmbët. Qesha, pastaj qava. Ishte një emocion që vetëm kush ka kaluar këtë rrugë mund ta kuptoj. Por ajo ditë më bëri të kuptoj diçka të rëndësishme. Trupi mund të shërohet shpejt. Mendja jo. Mendja ka nevojë për kohë. 7. Një vendim i ri. Jeta që dua të ndërtoj. 2 vite pas operacionit, duke qenë tashmë 42 vjeç. Unë e pash veten të ndryshuar plotësisht. Sporti ishte ende pjesë e imja, por jo qëllimi kryesor. Tani doja të ndërtoja diçka më të madhe se muskujt, më të rëndësishme se palestrat, më të qëndrueshme se trupi. Një jetë me kuptim. I thash Arbeles një mbrëmje, teksa pinim çajin në balkon. Dua të hap një qendër stërvitjeje për njerëz që dalin nga sëmundje të rënda. Jo vetëm palestër, por një vend për ringritje. Psikolog, dietolog, aktivitete të buta, një vend ku njerëzit mësojnë të jetojnë sërish. Ajo u emocionua. Kjo është gjëja më e bukur që mund të bësh, Ardit. Dhe kështu nisëm të kërkonim hapësira. Bëm plane, projekte, takime. Ishte hera e parë që unë ndihesha gjallë si dikur, por në mënyrë të re, më të pjekur. 8. Fundi i pjesës së dytë, njeriu i ri që po lind. Në fund të vitit të dytë pas shërimit, unë e gjeta veten shumë larg asaj që prisja. Mendova se do rikthehesha tek jeta e vjetër, tek palestra, tek forca fizike. Por e vera ishte se unë isha shndërruar në një njeri me qëllim. Kisha luftuar me trupin, me mendjen, me frikën. Kisha humbur shumë gjëra, muskuj, ditë, qetësi, por kisha fituar më të rëndësishmen. Një arsye më të madhe për të jetuar. Dhe ndërsa isha ulur një natë me Arbelën në tarac, ajo më tha: Ardit, ti nuk je thjesht i shëruar. Ti je i rilindur. Dhe unë e dija se kishte të drejtë, sepse e ndjeja. 45 vjeç, pa kancer, por me një jetë krejt tjetër. Kur Arditi mbylli derën e spitalit pas analizave të fundit, ai ndjeu sikur po dilte nga një rrugë gjatë, e errët dhe e pambarim. Qielli i Tiranës ishte i kthjellët, një dritë e fortë po binte mbi trotuaret e lagura nga shiu i natës dhe era sillte aromë gjetheve të rëna. Ishte tetor, një tetor i butë, ai lloj muaji ku jeta duket sikur ndalet pak,
frymon më thellë dhe përshpërit gjëra që zakonisht nuk i dëgjon. Në dorë mbante zarfin e bardhë me përgjigjet. E dinte tashmë, kanceri ishte zhdukur. Trupit të tij nuk i kishte mbetur asnjë shenjë asaj lufte 5-vjeçare. 5 vjet. 5 vjet me gjilpëra, me terapi, me net pa gjumë, me lutje, me mendimet e errëta, me shpresë, me inat, me dashuri dhe me humbje. Por tani, zarfat e analizave që ai dikur i hapte me duar që i dridheshin, tani mbante si një letër të zakonshme poste. Ishte çliruar. Dhe megjithatë nuk ishte i njëjti njeri. Një të kthehesh në jetë pas luftës, por jeta nuk është e njëjtë. Ai filloi të ecte ngadalë drejt makinës. Nuk i vinte t'i hypte me njëherë. Donte të ecte pak, të ndjente shtresën e ftohtë të asfaltit nën këpucët e tij sportive. Të dëgjonte zhurmën e qytetit. Të shihte njerëzit që vraponin për punët e tyre të zakonshme. Gjithçka duke aq normale, aq e zakonshme. Por brenda tij kishte një stuhi të heshtur. Kur lufton për jetën tënde për 5 vite me radhë, ditët e zakonshme nuk duken më të zakonshme. Gjërat që dikur i merri si të mirëqena, tani duken si mrekulli. Një filxhan kafe, një mëngjes i ngrohtë, një shëtitje pa dhimbje në gjoks, një frymëmarrje e thellë pa frikë. Arditi arriti tek parku afër qendrës së Tiranës dhe u ul në një stol. Ndjeu aromën e pishave dhe të tokës së lagur. E mbylli pak syt. Nuk kishte më urgjencë, nuk kishte më frikë, por kishte një boshllëk të çuditshëm. Çfarë tani? Ai kishte humbur një pjesë të madhe të vetes në betejë. Kishte humbur punën, sepse s'mund të qëndronte më orë të tëra në teren si trajner futbolli. Kishte humbur muskujt e trupit të tij që dikur ishin krenaria e tij, të ndërtuara me vite sporti. Kishte humbur disa miq jo nga kanceri, por nga fakti që njerëzit largohen kur nuk din çfarë të thonë. Disa njerëz e kishin harruar, të tjerë kishin kujtuar vetëm kur kishin parë një status në Facebook. Vetëm familja e tij kishte qëndruar aty çdo ditë, çdo orë, çdo natë me temperaturë apo dhimbje. 5 vjet lufte ndryshojnë një njeri. E thërmojnë, e rindërtojnë dhe nxjerrin tjetër. 2 rikthimi në familje, marrëdhënie të thyera që duhen rregulluar. Kur hyri në shtëpia të natë, Mira gruaja e tij po gatuante në kuzhinë. Muzika e butë e viteve 90 po dëgjohej në sfond, ndërsa aromë qepësh të skuqura mbushte ajrin. Ajo e pa në sy që nga dera. Pa asnjë fjalë. Arditi me një buzëqeshje të plasaritur, ngriti zarfin lart. Mira e mbuloi gojën me dorë, syt ju mbushën me lot dhe ju afrua. Ai e kapi fort në krah ndërsa ajo qante në supin e tij. Qante nga gëzimi, por edhe nga frika që e kishte mbajtur brenda për 5 vjet me radhë. Frika që e kishte gërryer çdo natë. Frika që ajo kur nuk ja pranoi plotësisht që të mos e rëndonte më shumë. Përfundoi, i tha ai me zë të këputur. U mbyll. Ajo lëvizi kokën disa herë si të mos e besonte. Tha vetëm, faleminderit Zotit, por lumturia kishte një hije. Gjatë viteve të sëmundjes, marrëdhënia e tyre kishte ndryshuar. Tani ishin më të afërt, më të lidhur emocionalisht, por në të njëjtën kohë edhe më të largët fizikisht. Kishin humbur shumë net, shumë biseda, shumë prekje. Kishin humbur vite që nuk ktheheshin më. Djali i tyre, Arlindi, tani ishte 17 vjeç. E kishte parë baban e tij të dobësohej, të dridhej nga dhimbjet, t'i binte të fikët, të qëndronte me orë në spital. Ai kishte mësuar të rritej më shpejt se bashkëmoshatarët e tij. Kishte marrë mbi vete punë të vogla, kishte ndihmuar maman. Kishte humbur gëzimet e një fëmie që do të kishte dashur të kishte një baba të fortë, të pandalshëm si dikur. Arditi duhej t'i rikthehej atij roli. Duhej t'i rikthehej vetes. Duhej të rindërtonte disa urë që ishin thyer, jo nga mungesa e dashurisë, por nga jeta, nga lufta. 3. Vendimi që ndryshoi gjithçka, një rrugë e re. Pas disa javësh, kur emocionet e para u qetësuan, Arditi filloi të shikonte veten në pasqyrë ndryshe. Jo me dhimbje, jo me frikë, po me një lloj respekti që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Ai ishte ende i dobët në krahasim me dikur, por ishte gjallë, dhe mbi të gjitha kishte një histori që duhej treguar. Një ditë, teksa po pinte kafe në një lokal pranë liçenit artificial, ai dëgjoi padashi një djalë të ri në tavolinën ngjitur që i thoshte mikut të tij: "Kam frikë të shkoj te doktori. S'dua të marr ndonjë lajm të keq." Arditi ndjeu sikur dikush e shpoi me gjilpër. Ai e njihte atë frikë, e njihte më shumë se kushdo. Mendoi për një sekondë dhe pastaj u ngrit. U afrua me qetësi. "Më falni që po ju ndërpres," tha, "por lajmet e këqija nuk ndalen duke i shmangur."
vetëm duke i përballur. Dy të rinj tu habitën. Si po e thua kaq lehtë? Ke pyeti djali. Arditi u lehtë në skaj të tavolinës së tyre. Sepse unë e kam kaluar. Këto 5 vitet e fundit kam jetuar me kancer. Dhe sot jam i lirë prej tij. Dy djemt heshtën. E dëgjuan. E pyetën. Arditi u tregoi pak nga rruga e tij. Dhe ndërsa fliste, ndjeu një zjarr të ri në gjoks. Ishte një zjarr që nuk vinte nga sëmundja, vinte nga një ide. Një ide për të cilën s'kishte menduar kur më parë. Ai do të bëhej motivues. Një zë për njerëzit që luftonin atë që ai kishte luftuar. Do të fliste me pacient. Do të fliste në palestra. Do të fliste në shkolla. Do të shkruante. Do të jepte forcë atje ku frika i shtypte njerëzit. Ishte një thirrje e re. Një kapitull i ri. Dhe ai ishte gati. 4. Fjalimi i parë, momenti që ndryshoi shpirtin e tij. Disa muaj më vonë, një shoqat e pacientëve me kancer e ftoi Arditin të fliste si mbjetuar. Salla nuk ishte e madhe. Rreth 40 njerëz, shumica të lodhur, disa me shami në kokë, disa me duar që dridheshin, disa me sy të kuq nga lotët e natës. Kur doli në skenën e vogël, Arditi i pa të gjithë. Dhe ai u pa vetja e tij 5 vite më parë. Kishte frikë, por një frikë e bukur, ajo lloj që të shtynte ecësh përpara. Unë jam Arditi, filloi ai. Dhe 5 vite më parë më thanë se nuk do të jetoja. Salla u qetësua. Ai vazhdoi. Tregoi momentet më të errëta. Tregoi se si i binte të fikët, se si kishte qarë në banjë që të mos e shihte gruaja. Se si kishte menduar të hiqte dorë. Tregoi për dhimbjet, për shpresat, për betejat, për një natë kur mendoi se do të ishte nata e fundit. Disa qanin. Disa shtrëngonin duart e njëri tjetrit. Dhe pastaj ai mbaroi me fjalinë. Por ja ku jam sot. 45 vjeç. I gjallë. Kancer freje. Dhe nëse jam unë këtu, mund të jeni edhe ju. Mos u dorëzoni. Aplauzi shpërtheu. Një grua e moshuar u ngrit në këmbë. Një djalë i ri ju afrua dhe e përqafoi. Një nën qau ndërsa ai i mbajti duart. Aty në atë sallë të vogël, ai e kuptoi. Ky ishte qëllimi i tij i ri. 5. Një jetë e re jo perfekte, por e vërtetë. Në vitet që pasuan, Arditi u bë një figurë e vogël inspiruese në komunitetin e mbjetuarve të kancerit në Shqipëri. Jo i famshëm, jo në televizione, por i njohur nga njerëzit që kishin nevojë për të. Ai shkoi nëpër spitale për të vizituar pacient të rinj. Disa i njihte vetëm për pak javë, sepse jo të gjithë fitonin luftën. Kjo e lodhte shpirtërisht. S'do humbje një njeriu që ai kishte takuar e gëryente nga brenda. Por ai vazhdonte, sepse e dinte se çfarë do të thoshte të jesh i vetëm në atë betejë. Ai riktheu lidhjen me djalin e tij. Ata filluan të vraponin çdo mëngjes bashk. Bisedonin më shumë, qeshnin më shumë. Arditi i tregonte histori, ndërsa djali e mësonte me rrjetet sociale, duke i bërë faqen e tij motivuese që më vonë u rrit shumë. Mira, gruaja e tij, e cila kishte duruar më shumë dhimbje se sa çdo kush imagjinonte, u bë më e qeshur, më e lumtur. Ata filluan të udhëtonin, jo në vende luksoze, por në vende ku kishte natyrë dhe qetësi. Në Theth, në Pogradet, në Gjirokastër, në Vermosh. Ai donte të shihte çdo vend ku trupi i tij nuk e kishte lejuar ta shijonte për vite me radhë. 6. Mesazhi i fundit, një letër për veten 40 vjeçare. Në fund të rrugës së tij të re, Arditi shkroi një letër për veten e tij 40 vjeçare. Atë ditë kur doktori i tha për herë të parë se kishte kancer. Ishte një letër që ai e lexonte shpesh në fjalimet e tij. Ajo nisi kështu: Ardit, mos ki frikë. Do të jetë e vështirë. Do të ketë net të errëta. Do të ketë dhimbje që nuk i imagjinon dot. Do të mendosh se gjithçka ka marrë fund. Por mos u dorëzo, sepse një ditë 5 vite më vonë do të jesh gjallë. Dhe jo vetëm do të jesh gjallë, por do të jesh më i fortë se kurrë. Do të jesh një dritë për të tjerët. Prandaj lufto fort, se jeta nuk mbaron këtu. Ajo sapo fillon. Arditi e mbylli laptopin, doli në balkon dhe vështroi qiellin e natës. Nën dritat e Tiranës, me një filxhan çaji në dorë dhe me frymëmarrje të qetë, ai buzëqeshi. Ai nuk ishte më njeriu që kishte qenë. Ai ishte më shumë. Dhe jeta sapo kishte filluar.